Vlerësime, afate dhe rekomandime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori notë kaluese nga Parlamenti për zgjedhjet e 11 maj të vitit 2025. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri tha se fal konsensusit politik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur kulmin profesional. Ku në gjitha konstatimet në raportin e Odirit thuhet një fjalë, aty është një kapitull i plot, një paragraf që thekson një element. Zgjedhjet në Shqipëri administrohen në mënyrë profesionale. Pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka treguar integritetin e mjaftueshëm për të përballuar edhe flukset dhe presionet politike për administrimin profesional të zgjedhjeve. I akuzuar nga opozita për manipulim zgjedhor përmes teknologjisë apo postës si në rastin e diasporës, Gjiknuri ftoi Partinë Demokratike, e cila mungonte sërish në parlament, të miratojnë votimin elektronik për zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2029 në gjithë Shqipërinë. Këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milionë euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë. Por kur puna ecën me ritmin e breshkës, Gjiknuri kërkoi shtyrjen e afatit të reformës zgjedhore përtej 14 korrikut. Prandaj do t'i kërkoja kuvendit shumë shpejt dhe besoj majoranca do të jap pëlqimin dhe opozita ka dhënë që ne ta shtymë dhe për disa muaj me qëllim të adresojmë dhe këto pak gjëra të mbetura. Projekt rezoluta e Kuvendit gjithashtu vlerësoi punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve gjatë vitit 2025 për administrimin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit dhe lokaleve të pjesshme të 9 nëntorit, po ashtu edhe për përdorimin e teknologjisë. Por Kuvendi i la 14 rekomandime Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të përmirësuar veten, një prej të cilave ta bëjë teknologjinë prioritet. Të përfshi teknologjinë e informacionit si fushë prioritare në planin strategjik 2631, e cila të adresoj zhvillimin, mirëmbajtjen, sigurinë, auditimin e qëndrueshmërinë e sistemeve digjitale të KQZ-s. Përfshirë objektivat matshëm, afate, përgjegjësi institucionale. Po ashtu, Kuvendi i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve një raport të posaçëm për vitet në vijim mbi auditimin e partive politike. Raporti përfshi auditimet, subjektet, gjetjet, shkeljet, masat administrative të marra, statutin e publikimit të raporteve të auditimit dhe funksionimin e regjistrit të auditimit financiar. I kërkohet gjithashtu të përfshihet në analizën e SPAK dhe Prokurorisë së Përgjithshme për krimet zgjedhore. Të kontribuojë në analizën e përbashkët me Prokurorinë e Përgjithshme, strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për krimet zgjedhore të vitit 25, duke përfshirë problematikat e konstatuara dhe rekomandime për përmirësim. Në kuadër të mbikëqyrjes parlamentare, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve po ashtu janë vendosur një sër afatesh për t'i kryer rekomandimet dhe raportuar Kuvendit. Në prag të zgjedhjeve lokale të vitit 2027, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve i kërkohet që në bashkëpunim me institucione të tjera të dorëzojë një raport brenda nëntorit të vitit 2026 mbi rrisjet e ndërhyrjeve të huaja në procese zgjedhore, kurse Partia Demokratike, e cila bojkotoi, me shumë gjasa nuk do kishte shumë kontestime kësaj radhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndryshe nga një vit më parë kur u akuzua si institucioni i farsës elektorale, këtë vit kutit dhe dhomat e ofruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Partinë Demokratike e ruajtën me siguri votën e demokratëve për të zgjedhur Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike, në një garë përballë vetes. Këtë herë Partia Demokratike mungoi sepse ishte me protestuesit, por para parlamentit të vetmit që mbërritën ishin policët. Me sa duket, vezët dhe shishet ishin harxhuar këtë herë.